Qytetarët korçar kanë pasur mundësinë të ndjekin një stand-up komedi e shkruar dhe interpretuar nga Gent Hazizi, e titulluar Pushtimi. Shfaqja është ngjitur në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi, duke dhuruar shumë humor për publikun pjesëmarrës. Kjo nuk është hera e parë që aktori Gent Hazizi vjen në Korçë, duke sjellë zhanrin e stand-up komedi, pasi si shprehet edhe vet ai, është e rëndësishme që këto krijime të vinë për publikun korçar, i cili për të është një publik krejt i veçantë. Mesazhet janë që duhet me i besu vetes, gruas, familjes edhe fëmijëve tu. Tjerëve pastaj janë që çdo njeri për mua duhet ta ketë fokusin te gruaja dhe te fëmijët, te familja vet. Pastaj çfarë bëhet jashtë është tjetër gjë. Çdo njeri e krijon botën e vet, nëse ka krijuar një botë brenda familjes, ajo është botë e tij. Pastaj jashtë është botë e të gjithëve. E zgjidhni Korçën gjithmonë, pse? Po Korçë sepse Korça unë edhe kam dhënë shfaqje në Korçë, plus unë e dua Korçën shumë, jam i dashuruar mbas Korçës. Plus e keni humorin shumë të hollë. Është më afër meje në mënyrën e të bëjë humor. Aktori është duke zhvilluar një turë në qytete të ndryshme të vendit me këtë shfaqje, e cila më pas do të shkojë edhe në Tiranë e Shkodër.